Halil Geci ka përgëzuar Albin Kurtin për veprimet e tij të ndërmarra për veriun e Kosovës. Ai në një postim në Facebook u shpreh se Kurti është politikani i parë shqiptar dhe i fundit që e ka lexuar mirë dhe saktë gjeopolitikën ndërkombëtare dhe ka vepruar në interes të shqiptarëve. Veprimet e Kurtit në veri kanë qenë të domosdoshme për forcimin e sovranitetit të Kosovës dhe parandalimin e skenarëve të rrezikshëm të ngjashëm me Ukrainën që do të ndodhnin po të mos kishte një qasje të qartë dhe të vendosur shtetërore, shkrojnë ndër të tjera Geci. Shkrimi i plot. Sovraniteti mbrohet me veprime, jo me kompromis e zuzar. Albin Kurti është politikani i parë shqiptar dhe i fundit që ka lexuar mirë dhe saktë gjeopolitikën ndërkombëtare dhe ka vepruar në kohë për mbrojtjen e plotë të interesave kombëtare shqiptare. A e kuptoni tani se Kurti ka parashikuar me saktësi zhvillimet dhe sfidat me të cilat po përballemi? Imagjinoni sot situatën në veri të Kosovës po të mos ishin ndërmarrë hapat e guximshëm dhe strategjik nga qeveria e tij. Sot Serbia do të ishte këmbkryq te ura në veri dhe ndërkombëtarët do të na trajtonin njësoj si Ukrainën, të cilës po i thonë, aty ku hyri Rusia do të mbetet e Rusisë, nuk ka llogari të bëhet luftë për 1/5 e territorit të Ukrainës. Po të mos kishte ndërhyrë Kurti, i njëjta gjë do të ndodhte edhe me ne sot. Sot në veri kanë mbetur vetëm disa grupe të vogla që vazhdojnë të provokojnë dhe të sulmojnë me gur, ashtu si opozitarët që kanë dalë në mbrojtje të tradhtive ndaj Adeut, duke mbështetur Zajednicën, të cilën ja kanë bërë tapi Rankovicit si amanet të tij. Po të kishin mundësi, opozitarët do të ishin bërë krah i brigadës së veriut duke sulmuar policinë tonë njësoj si lista e Radojčićit. Veprimet e Kurtit në veri kanë qenë të domosdoshme për forcimin e sovranitetit të Kosovës dhe parandalimin e skenarëve të rrezikshëm të ngjashëm me Ukrainën që do të ndodhnin po të mos kishte një qasje të qartë dhe të vendosur shtetërore.